Që të tokë, ko jem su me ty, me vari së. Edhe di Roma në qunë se plas që ai të marrë vesh, oj budallic. Oj, këm më të mirë në shqiptari që ta gjej lek. Ky regjistrim audio, plotçarje dhe kërcënime i përket Fisnik Sylës, pseudobamirësit kosovar për të cilin denoncimet nuk kanë të ndalur. Unë do të ndihmoj ty duke qenë një njeri i mirë. Unë kam një sistem që funksionon kështu. Nëse ti dërgon 300 euro, dërgoj 3000 euro. Ja kam nisur. Me emrin e tij, Fisnik Syla. Lekt edhe lekt. Pikë çuditë ke kështu të madhe, kupton ti? Kam 3 javë në depresion, ndërkohë që ai më akuzon që unë i lek mi pa bukë, ndërkohë që unë i kam lënë hatri ti pa bukë se s'kam qenë e aftë. Dhe zonja, të përgjigjem për fëmijët e mi. Nuk mundeme. Dua të bjen që si nuk i dua as lekët me as gjë, do punoj, do i lati ku i kam marrë borxh, vetëm të gjej qetësinë që kam pasur se më shkatrovi jetë. Mundeme të betoj më kanë bërë fuqi të shtoj që nuk e meritoj këtë gjë, se nuk i kam rënë qaf njeriu kur në jetën time. 30 vjeçaria nga Korça, nën e 2 fëmijëve e cila mori guximin ta denonconte tek ne, është vetëm e para në një listë të gjatë viktimash të këtij individi, që me sa shihet nuk njeh asnjë limit në ligësinë e tij. Urrejta, nuk urrejta për budallik, urrejta për hall. Vera është një 35 vjeçare nga Miloti, e cila një lloj si shumë gra dhe vajzat të tjera janë gënyer me premtimin e thjeshtë. Dërgo 300 të jap 3000. Unë në TikTok i kam shkruajt këtij Fisnik Sylës për ndihmë. Jo për ndihmë, nuk është se i kërkova asnjë gjë, thjesht i çava një hall timin se isha hall pa gjendje. Okej, ai mu gjem, unë nuk kam çat bëj tjetër, thot çfarë ndihmë do prej me, thash nuk kam çfarë me thon, thjesht kam shkruaj një mesazh. Një kërkesë normale për ndihmë në një moment të vështirë të jetës. Për më tepër ndaj një personazhi që deklaroi gjithandej si bamirës. Kam gjitha me fakte këtu të bekov Zoti që ndihmon njerëz. Edhe më thot mua thotë do të ndihmoj thot me 5000 euro. Po mirë, i tham unë faleminderit, po së pari thot ti të më dërgosh thot 300 euro. Thash unë po marr lekë që rast, thash po ti që i bën muhabet me burrin se ishim bashkë me burrin se nuk kam bërë si gjë pa e ditë burri, kuptoni kena bërë 2 bashkë, se ishim me hall, kishim ashtu hallët e mia. Okej, shumë 300 euro. Ndryshe nga herët e tjera, Syla këtë herë fut në rol një shtetas të huaj për marrjen e kësaj shume të kërkuar. Shife motor, nga këtu kompani do t'i merr lekteria, Monogram edhe Western Union. Më ka dhënë një Litski James, Bruxelles, Belgjik. Kam ta 7 vite me kredi. Jam një familje ndershme, unë na kena jetu me forcat tona bashkë me burrin tim. Shuma e parë nuk mjafton. Ndaj bamirësi bën një kërkesë të dytë e cila refuzohet nga gruaja. Por këtu rishojnë Fisnikun e vërtet. Thot mu, osha dhe 300 tjera, thot ose do të marrë ftyrën në këtë rrjetet sociale. Ka marrë fotot ke Facebook i burrit, se unë s'kam Facebook fare. Nuk e di se si ka gjetë edhe tash kërcënon. Ka hapë adresa me këtë familje në TikTok. Po mbani presion mas presioni, më ka bojëm të shmet. Gruaja dhe familjarët e saj përballen me një të papritur që as nuk e imagjinonin. Pas një kërkese për ndihmë në një situatë shantazhi nga një person publik. Më jam me djalë të vogël, jam batën pa fëmijë i vogël të qa, jam tek pa plasë. Ajo adresa është i pandjekme fare, ka hapa i vetë. Nuk është se ka që keni faqe me bon virale që mund të shkojim shumë vete. Po djali mami zemra është më fato përzitje. Kanë zirë vetëm mesazhin tim si kam kërku ndihmë, kanë zirë me gjithë fëmijë, me gjithë borë. U tash do më shohin këtë njerëzit, s'kam ftyrë me dalë kun ma. Por denigrimi në rrjetet sociale është frika më e vogël e kësaj gruaje të terrorizuar. Po kam frikë se po më bën qamaj, po vjen vreta. Ja kam bo vetës, ja kam bo vetës. Unë kam frikë me dalë këtë dera pallatit tash. Kam frikë. Po kam bo gabim, janë fajet e mija, mëra, se s'duhet me ju drejtu asnjaj për një. Ma buka ty që atë kesh edhe. Kërkim ndihme absolutisht asnjë gjë tjetër s'ka time. Pas këtyre ngashërimave, lutjeve e përgjërimeve të 35 vjeçares, çdo person normal do të kishte reflektuar dhe do të kishte bërë një hap pas. Por jo Fisnik Syla, i cili nuk e ka as pak ndërmend të ndalet me kërkesat e tij. Me të famshme skem të bllokimit të
llogarisë, kriptovalutat, 1 milion euro dhe budallallëqe të tjera të ngjashme. Na nxjerr probleme me sistemin. Ti e shet vetëm për 300 euro. Qa njeriu jeti kështu? O njeri, duhet vinë lekët nga Greqia, jo nga emri i burrit, por emri jot ose i dikujt tjetër. Dhe në atë emër të burrit ti merr 2500 euro dhe tëndin 2500 euro. Duke parë që gjërat vetëm sa përkeqësoheshin, Burri i shkrujti me numër grek, se ta mos i shkruaj se ka dhe numër shqiptar, burri po tha mos i shkruaj mos ta ketë numër shqiptar fare, i ka po presion edhe atije. Se dita mu më fike o gruta, se dita që të ka quti me i shkrujta mu më fike, unë jam bo me u hell. në kushtet kur kishte humbur kursimet e fundit të familjes së saj dhe e ndodhur përpara një terrori psikologjik, 35 vjeçarja vendos t'i bëj Sylës një propozim. Po ti nuk ke 300 euro me i fut në emrin tim dhe ç'bllokohesh? I merr lekët e tua dhe të mia të bashk? Duhet 300 euro të hynë në emër të Nick Jensës. O, nuk i du ma. A i don apo nuk i don, nuk ka lidhje. Janë në sistem emra dhe lekët. Duhet mi i dërgu, jo në atë emër 300 euro. Shko nisi lekët dhe kryet kjo punë, me të mirë o njeri. Niso me njëherë se vetëm kesh po i bo vetës. Pas kësaj bisede në të cilën gruaja kërkon vetëm të lihet e qetë, vjen ajo që i druhej më shumë. fisniku i shkruan familjarëve të saj. M'rregull, mos i dërgoni. Aty do rrin fotot e juaja derisa të dërgoni lekët. Do hape 100 TikToka deri sonte dhe gjitha portale dhe gjithë familjarëve dhe miqtë tuaj do ju shkojnë mashtrimet e juaja. Më mirë shko dërgoj lekët se nuk shpëton do ndryshe, se ke blloku sistemin e RIA me miliona euro që bëjnë transaksione. Nëse shet ftyrën për 300 euro, atëherë të shkon ftyra se çdo kesh ftyrë as me bo rrugë të dalësh ma as ti as burri. S'kam bë as gjë për torp me tar ty. Shifi klikimet, 1560 e para, 4487 e dyta, 168 e treta, 509 e katërta. Deri në dark ban miliona klikime, edhe portalet, edhe familjar, ti s'po kupton me të mirë. Ky pra është bamirësi Fisnik Syla, një burracak që shantazhon gratë hallexhie të cilat mezi shtyn muajin. Ke blloku sistemin e RIA tan ditën. Ne bëjmë transaksione çdo ditë dhe më dërgoj lekët për të zhbllokuar dhe të marrësh lekët e tua. Vetëm vazhdo mbaj lekët e bllokuara. S'do të keni ftyra deri tek dera me dal. Pashakishën e shnanojt, 15 minuta koke, lekët nesër në RIA, si ju shkoj ftyrat të dyve. Lekët o vajz, se ke blloku sistemin. Lekët në mëngjes, letrën e RIA-s ma dërgo. Në këto kushte për gruan, paratë e zhvatura nuk janë më në diskutim. Ta di ka të vetëm të fshije gjanat në të sociale, mërse jam me familje, më nërë ftyrën në këtë vendin. Nuk i du lekët, në asë gjo nuk du, vetëm do të mbyllët këtu, vetëm mos jenë fotot mija. A mos ndoshta po i biem në qafë këtij individi që terrorizon gratë dhe vajzat e botës? Sepse ndoshta është vetë ai që ka nevojë për ndihmë. Ndoshta duhet që t'i nënshtrohet një vlerësimi psikologjik. E për t'ja thënë këtë që mendojmë, ne e kontaktuam, por duke e ditur se në çfarë vepra është përfshirë, fisniku nuk përgjigjet. Kështu, zgjedhim t'i lëm një mesazh ftues për në emision. E për ta pritur siç i kishte hije Mr. Sylës, udhëtuam drejt kufirit të Nomorin, ku mësuam se që ka gënjur sepse që për vitin 2021 nuk ka shkelur as në Shqipëri dhe as në Kosovë. dhe kjo ndodh për një shkak që mund të merret lehtë me mend. Mashtrimet e Fisnik Sylës kanë lënë gjurmë gjithandej, duke i detyruar viktimat që ta denoncojnë në polici. Dhe për këtë, ai është informuar. Ndaj edhe ruhet që të mos shkel më në trojet shqiptare. Sidoqoftë, fisniku si fisnik që është, reagoi. Përsëri duke mashtruar. Një mesazh për portale dhe televizionet e nderuara. Këto ditë kanë qarkulluar disa lajme në lidhje me emrin tim. Është për të ardhur keq se si disa gazetarë bien prej mashtrimeve nga persona që nuk dalin as me fytyrë dhe as me zërin e tyre. Një njeri që nuk ka asgjë për të fshehur, del hapur dhe flet jo pas profileve të mbyllura. Këta janë viktimizues. Nëse shikon rrjetet sociale si Instagram, Facebook, Snapchat, do të gjeni mbi 200 profile në emrin tim. Të gjitha këto janë profile false, të hapura nga persona të ndryshëm që duan të përfitojnë në emrin tim. Në ditët e sotme ekziston dhe inteligjenca artificiale që mund të manipulojë zërin dhe fotografit duke krijuar përmbajtje të rreme. Me që është kështu, ndoshta është më mirë të vinë në Shqipëri apo Kosovë dhe të përballet me viktimat e mashtrimeve, me të cilat shpeshherë ka komunikuar me video call nga numri i tij personal dhe nga adresa e tij e shtëpisë. Unë të thash, degeneroj dhe krejt portalin shqiptari. Ju lutem të gjithë portaleve dhe individ, mos bini prej mashtrimeve në emrin tim. Nuk kam nevojë të lavdërohem. Të gjitha bizneset e mia janë të dokumentuara në shtetin belt, ashtu si dhe aktivitetet e mia bamirëse. Jetojmë në një shtet sovran dhe demokratik, por kjo nuk justifikon shpifjet apo veprimet të nxituara nga xhelozia. Kjo është hera e fundit që merrem me këto çështje. Çdo shpifje apo abuzim i mëtejshëm do të ndiqet ligjërisht. I juaj, Fisnik Syla. Ligjërisht është pikërisht ajo që duam edhe ne. Mezi po të presim.